Blerta që ka treja ka blerta rreth profesionit sajna, fillimisht. Vitet e fundit, do me thonë, ka 2 vite që jam e drejtoj qendrën kinematografike të Kosovës, edhe tash në një farë forme, përderisa deri tash kam qenë, me thonë, artiste, jo marrë me krijim, tash kam dalë në një pozitë menaxheriale e që po dohet me përdor kreativitetin për me kry punë administrative. A i vjen kjo puna që është puna moshështas, pak ma serioze punën, a po të pëlqena pak ma shumë puna menaxheriale? Në një farë forme këto punët e filmit që bëhen regjia është një farë punë menaxheriale vete, sepse është një, do me thonë, një ekip shumë e madhe të cilën duhesh me drejtu e mi kërku gjanat prej tyne, por kjo është një diçka shumë e re. Ajo që kam me thonë është se gjatë gjithë jetës kom pas dëshirë me mësu, edhe tash jam të mësu do gjanat cilat nuk i kam ditë që kanë qenë pjesë e industrisë filmit, po që ma herët do me thonë i kom ditë veç këto pjesë e artit, por edhe kjo pjesa e menaxherit. Cila është pjesa që si ki ditë, më kallëzëm? Cila është pjesa që si ki ditë, për shembull tash, që je ki mësu me... Jam të mësu se si funksionojnë fondet, se si ndahen ato, që është shumë e rëndësishme për kur donë me bo filma. Ta kisha ditë ma herët, ma mirë kisha ditë me mbledh fonde. Po tash po mësoj edhe do me thonë po provoj që ato mësimet e mia që po i marrë tash prej kësaj anës tjetër të industrisë me i nda me kolegët edhe në një farë forme. Nga një herë, nëse diçka ka sukses apo jo, shumë shpesh varet edhe prej momentumit, sa është koha për qatë sen, sa ka kërkesë. Do me thonë, është pak interesant. E lodhshme pak shto po. Pa si gjdo punë, kam shpresu që kam me gjetë najherë naj punë cilën nuk dohet me punu e veç mu knaq, po në fakt nuk ishtë qashto. Krejt punët ishin punë. Do me thonë, prapë se prapë kanë nevoj për angazhim. Edhe tash, do me thonë, tash jam pajtu me fatin që punët janë punë edhe gjithmonë duhet mu marrë me to. Po është interesant se gjithmonë punët e filmit, po edhe shumë punë tjera janë punë që nuk bohen bajat kur, se nuk janë rutinë, gjithmonë kërkojnë, do me thonë, gjetje të reja, emergjencë punës, shka dush, gjithë shka mund e me thonë, po bajat asnjëherë, do me thonë. Po nëse ka gjithmonë risi ndryshme.